Dyshim ndër këto ditë keni ngritur shqetësimin për ngritjen e çmimeve, sepse krahas pagave apo xhepit që ka qytetari është e papërballueshme rritja e çmimit gati tek secili sektor, duke u nisur prej produkteve bazë. Pse po ndodh kjo, zoti Rafuna? Ku është problemi? Po, biznesi vitin që lëm pas, vitin 2025 është përballë me sfida të ndryshme, dhe një ndër sfidat më të mëdha që ka qenë të cilën e keni përcjellë ju përmes mediumit juaj, ka qenë çështja e energjisë elektrike. Dhe nëse shohim të dhënat e Agjencioni Statistikave të Kosovës, se shohim që energjia elektrike është ajo që ka psuar më shumë të rritje, dhe është ai stimuluesi më i madh i ngritjes së inflacionit në Republikën e Kosovës. Inflacionin me dhënat preliminare, për shkak se ende nuk i kemi dhënat finale dhe jemi duke i përpunuar mirë, por me dhënat preliminare shifet që në mesatare në Kosovë gjatë vitit 2025 ka qenë në 3.9. Domthonjë që ka kap afër 4%, që është inflacioni më i lartë jo vetëm në rajon, po është edhe në Bashkimin Evropian. Gjithsesi sipas dhënave që kemi mujt mi pa pe Eurostatit, në Bashkimin Evropian mesatare inflacionit është 1.2 deri në 1.7, që është shumë arsyeshme dhe është normale. Kurse te na është shumë e ngritur dhe nëpërmjet këtij inflacioni janë ngritur edhe çmimet. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës janë varfëruar, që nuk kupton vlera e parave të tyre ka humbur. Çka ka bler vitin 2024 në shport familjare me 500 euro, në vitin 2025 është dashur minimumi 700 euro për shportën e njëjtë familjare. Për shkak se nëse hyjmë në strukturën e çmimeve sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës, e shohim që produktet që më shumë të kanë pësuar rritje janë produktet e konsumit ditor. Dhe pikërisht këto janë ku e kanë varfruar qytetarët e Republikës Kosovës, duke mos e përjashtuar edhe prapë siç e thamë edhe te ofrimi i shërbimeve, siç është energjia elektrike, tani është edhe çështja e ujit, ku janë paralajmëruar dhe ngritja fakturave të ujit për 40%, po ashtu edhe mbeturinave dhe të gjitha shërbimeve të tjera komunale.